Letër drejtuar një gjykatësi. I nderuar zoti gjykatës, po ju drejtohem jo për të kundërshtuar ligjin, por për të folur për shpirtin e tënd dhe për shpirtin e ligjit. A ka ligj shpirti? Dije se djali im 15 vjeçar sot mban mbi supe një dënim të rëndë. Një akt i rëndë, padyshim një plagë që nuk mund të justifikohet, as nuk mund të asheroj kur shpirtin e tij. Por edhe një moshë që nuk mund të harrohet nga ju e as nga shoqëria, është vetëm 15 vjeç. Ishte në vit të parë gjimnaz. Ai nuk është kriminal. Ju premtoj për këtë gjë që ai nuk është kriminal. Ai është një adoleshent i thyer në një moment zemrimi, në një botë ku fjalët në rrjetet sociale peshojnë më shumë se duhet dhe ku nderi shpeshherë keq kuptohet, keq interpretohet dhe përkthehet në dhunë. Një sharje, reagimi pa menduar, një sekond ndryshoi gjithçka, ndryshoi jetën e tij. Dhimbja për dy familjet janë të mëdha. Të dy familjet jemi në lot dhe sot presim me syt nga gjykata dhe nga Zoti që kjo botë e tij të mos shuhet. Një jetë të tërë e tij që rrezikon të humbas drejtimin, orientimin dhe shpresën. Familja djalit nuk ka dhënë faljen, edhe pse e kemi kërkuar disa herë me shpirt të thyer e lot në sy. Pasi djali vazhdon të jetë në spital, por për fatin e Zotit ai ka shpëtuar. Atëherë po drejtohem edhe një herë Zotit gjykatës. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, ajo është një mundësi. Ligji ka hapësira, i mbir nuk rehabilitohet në burg. A mund ta shohim tek ky djalë jo vetëm fajin, por edhe të ardhmen? A mund të besojmë se një gabim sado i rënd nuk duhet të jetë fundi i jetës së fëmijës tim, sepse burgu nuk bie mbi këtë moshë të brisht, ose edhe nëse bie duhet të jetë një dorë ngrohtë që i përkon dhe i korrigjon sado pak gabimet e tij. Ndonjëherë burgu është vulosje e jetës së një adoleshenti. Shqipëria ka nevojë për drejtësi, ama ka nevojë edhe për shpresë. Ky djalë që gaboi pendohet. A mund të ndryshoj duke u penduar brenda dyrave të burgut? Ka ende kohë. Bëhet dikush tjetër, ai e ka shumë të vështirë të rikthehet në normalitet. Dënimi i tij mund të jetë e drejtë sipas ligjit, por a është e drejtë për jetën? Sot nuk po kërkoj falje për veprën, po kërkoj hapësirë për reflektim. Dhe kjo është një letër që nëpërmes emisionit Labirint në tru po ja drejtoj Zotit gjykatës, po kërkoj që drejtësia të mos jetë vetëm e fortë, por edhe e brisht para një fëmije, para ti mbiri, sepse ndonjëherë të shpëtosh një jetë është drejtësia më e madhe që mund të japësh në këtë botë të vështirë. Me respekt nga nëna një djali që po vuan në paraburgimin e të miturve në Kavaj, e pret masën e dënimit nga një prokuror dhe gjykatës që të dy janë baballar. Unë besoj se çdo i ri meriton një mundësi të dytë. Faleminderit që na drejtove në redaksin e podcast Labirint në tru. Zoti Qefalia, të preku kjo letër? Shumë prekse ishte, madje e dhimbshme. Por unë nuk përmenda emra, por janë edhe emrat. Është diçka që patjetër për çdo njeri që e dëgjon, është diçka dramatike që mosha të reja rrinë edhe ndodhen në këto vështirësi. Por vazhdoj të insistoj që këtu duhet të jemi natyrisht të kujdesshëm, se vërtet kemi një nënë e cila me dhimbje i drejtohet. Me dhimbje e ka shkruar atë letër, po siç kemi edhe pjesëtarë të tjerë të cilët vërtet mund të jenë të lënduar viktima, apo rasti konkret nuk e di, por sidoqoftë thelbi i letrës është që patjetër është domosdoshmëria për të pasur mëshirë ndaj këtyre individëve, dhe duke më lexuar letrën, ndoshta nuk e teproj të sjell në kujtesë gjatë kohës që unë drejtoja institucionin këtu në Tiranë, më është paraqitur, ishte një i dënuar për një vepër shumë të rëndë, nuk ka vlen që të përmend emrin, ndërkohë fëmijët i kishin çuar në jetimore dhe e sollën fëmijën për të takuar tjatin. Rregullat atje në institucione janë të forta, takosh nga hekurat dhe e sollën këtë fëmijën, e sollën punonjësit social të asaj jetimores. Me një Coca-Cola, më kujtohet një fëmijë, domethënë shumë rënqese, në moshë rreth 4-5 vjeç, me zimbante një Coca-Cola në qese për t'ia dhënë babait. Domethënë janë drama të tilla që unë do të rova të shkel të gjitha rregullat, të gjitha procedurat që ai mos e takonte nga hekurat, takonte të ndjente madh, se në fund fare çfarë faji ka
ky fëmijë 4-5 vjeçar, çfarë faji ka kjo nënë shkretë e cila lindi djalin dhe e donte ta kishte në krah për ta ndihmuar. Saj shpeshherë ka ndikuar në sepse drejtohet dhe thotë ky nuk është kriminal. Pikërisht pra, dhe këtu është dhe kujdesi që duhet kenë institucionet penitenciare, është një apel që ju nga emisioni ju a bëj, që nuk të trajtuar vërtet kanë kryer një vepër penale, po vepra penale duhet ngeli jashtë burgut. Brenda burgut duhet jetë njeriu, duhet jetë individi i cili trajtohet në mënyrë humane, që ai t'i bashkohet herët se vonë do i bashkohet shoqërisë, po të jetë në kushtet optimale të të qenurit njeri. Zoti Qefalia, mbi bazën e kësaj letre, në mënyrë të përmbledhur, sa gra dhe fëmijë përfitojnë nga shifrat ishin shumë pak që përfitojnë. Në fakt Gjoju nuk është se i kam këto, nuk i disponoj, ju i lexuat. 5 deri në 6 gra, 3 deri në 4 fëmijë. Mirë do ishte që sidomos për kategoritë e veçanta, kategoritë e dobta siç janë fëmijët, gratë dhe fëmijët, patjetër duhet më shumë mëshirë për të lehtësuar. Nuk i kam parasysh shifrat, se si kam ndjekur. Në kodin e procedurës penale, ligji është më i butë për fëmijët edhe për gratë natyrisht, por dhe çdo gjykatës e prokuror duhet fillimisht të vëjë atë pjesën njerëzore kur merr gjykimin për gratë dhe për fëmijët, mendoj unë, zoti Qefalia. Gjoju, unë jam i bindur që ju gjykoni sepse keni punuar në këto institucione dhe mirë bëni sepse keni drejtuar, siç u thash, me kompetencë profesionale, por edhe këto gjyqtarët mos i vënë tash gjithë në bankën e akuzuarve, sepse edhe ai ka parasysh edhe pjesën e viktimës, kështu që është një vendim i cili duhet. Shikoj, është një vendim thik me dy presa. Po pra, pikërisht, kështu që duhet. Me dy presa, por dua të shoj edhe një histori, dhe për të shkuar dhe tek pjesa që a jeni për legalizimin e hashashit, sepse unë kam pasur një vajzë nga Slovenia, vetëm 18 vjeç, një muaj, që ishte dënuar sepse i dashuri i la cigaren e hashashit në qantë. Ndërkohë i dashuri shpëton, sepse sigurisht do shpëtoj, zemër do marrë shtifajnë, sepse unë jam burr dhe do të liroj. Ndërkohë ajo ngeli 9 muaj në para burgim. Keni pasur dhe raste të tjera të cilët e ëma ka marrë përsipër krimin, atë posedimin e drogës apo të kanabis që ka pasur fëmija. Ka raste sa duash, por këto janë politika të cilat duhet patjetër ligjvënësit të kenë konsiderat, dhe edhe një herë më shoj fakti që kur ka gjëra të tilla sensibël, gjëra të tilla të ndjeshme, politika duhet të sepse këtu pra duhet vënë dorë ligji, se në paraburgim ka shumë të paraburgosur për ka shumë 2.1 ose 2.2 gram hashash. Tani është pyetje tjetër që kërkon kohë tjetër për diskutuar, duhet legalizuar apo jo, pasi është një vendimarrje më e gjerë për ta konsideruar. Mbase do përfitonin shumë nëpërmes këtij ligji të paraburgosur dhe dënuar, që janë dënime edhe vepra penale që në botën në fakt nuk njihen. Duhet pyetur dhe kategoria e qytetarëve të tjerë. Do ka një farë sensibilizimi që duhet jemi jo kategorik vetëm në njërën palë.